Në mesditën e ditës së premte, kryeministri në detyrë Albin Kurti bashkë me ministrin në detyrë të kulturës Hajrullah Qeko kanë qëndruar në Prizren ku i vizituan disa objekte që po restaurohen në qytetin e Prizrenit. Derisa kryeministri në detyrë Kurti u shpreh, po sot jemi në Prizren dhe jemi duke vizituar shumë objekte që po i rregullojmë dhe ndërtojmë, objekte si të trashëgimisë kulturore, ashtu edhe ato sportive. Jemi duke vizituar shumë vendet të cilët bashkë me ministrin Qeku po i restaurojmë, po i rregullojmë, po i ndërtojmë, po i rinovojmë, si të trashëgimisë kulturore ashtu edhe të sportit.